Rreth 16 milion euro pritet të jenë të hyrat e përgjithshme për njësim biznesore. Minierat me flotacion Kopaonik Leposavić, sipas planit të biznesit të vitit 2025. Njësia biznesore menaxhuar nga serbët në veri pritet të gjenerojë më shumë të hyra sesa njësitë e tjera në jug që menaxhohet nga shteti. Dallimet të mëdha këto njësi biznesore sipas ndërmarrjes Trepqa pritet të kenë edhe për investime kapitale. Për vitin 2025, njësia biznesore minierat me flotacion Kopaonik Leposavić pritet që të ketë 16.301.000 euro për investime kapitale. Miniera me flotacion Trepqa në Stantërg, 8.202.900 euro, ndërsa njësia biznesore me flotacion Kishnic e Arton, 1.833.000 euro. Sipas të dhënave që ja ka ofruar kohës, ushtruesi detyrës së udhëhecit të njësisë biznesore i minierave me flotacion Kopaonik Leposavić Dejan Krstić, vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti, kjo njësi biznesore ka arritur të bëjë shitjen e koncentratit të plumbit dhe zinkut për rreth 2 milion euro. E gjatë vitit të kaluar, kjo njësi biznesore ka arritur të bëjë shitjen e tyre për rreth 8 milion euro. Për dallim nga plani i biznesit të këtij viti, ndërmarrja Trepqa nuk posedon plan të biznesit të vitit të kaluar për minierat e menaxhuara nga serbët në veri. Për këtë, në këndërmarrje janë arsyetuar se në atë kohë plani nuk ka qenë i integruar. Por ish kryeshefi i ndërmarrjes Trepqa tha se komunikimi i minierave në veri me ndërmarrjen është i ulët. Për shkak rrethonave specifike dhe politike tashmë që ekzistojnë, çështja dhe komunikimi është në minimum apo zero. Atje kemi një menaxhiment i cili nuk është caktuar apo nuk është i emëruar sipas legjislacionit fuqi në Kosovë dhe nuk është emëruar nga institucionet e Republikës Kosovës. Në një periudhë caktuar kohore ka pasur një lëvizje pozitive në raport të komunikimit me AKP-n, po që nga miratimi i ligjit Trepqës, ata nuk e kanë përfillur ligjin e Trepqës që është fuqi aktualisht dhe sot punojnë me ligje tjera. Aktualisht, Trepqa ka kontrata për shitjen e koncentratit me kompanit Mineko dhe Trafigura me seli në Londër. Shitja e koncentratit sipas ndërmarrjes bëhet me anë të tenderëve ndërkombëtar nëpërmjet sistemit Franco.